35 vite më parë, pak ditë pas zgjedhjeve të parë pluraliste të 31 marsit 1991, Shkodra, e cila kishte votuar pro Partisë Demokratike, u ngrit në protestë si shenjë e padurimit për ndryshimin që nuk kishte ardhur. Sulmi mbi komitetin e partisë, te Radio Shkodra dhe protesta përballë institucioneve bën që situata të dilte jashtë kontrollit. Plumba ran mbi 4 protestues, përfshirë dhe Arben Brocin, student i dhjetorit dhe themelues i Partisë Demokratike. Ata humbën jetën dhe fill më pas nisi spirale e tranzicionit shqetësues shqiptar. Opozita e Partisë Demokratike bojkotoi kuvendin e parë pluralist. Neritan Ceka, si kreu grupit parlamentar, shkoi dhe lexoi vetëm një deklaratë dhe buri kusht hetimin parlamentar të ngjarjes. Procesi gjyqësor përfshiu edhe Gramoz Ruçin, ministri i brendshëm i kohës. Ai u etiketua egërsisht si vrasës nga Sali Berisha. I vetëm, pa roje, por me armë në brez, Gramoz Ruçi shkoi në procesin që u mbajt në Shkodër. Proces gjyqësor që nuk e gjeti fajtor. Por Gramoz Ruçi mbajti për dekada të tëra këtë peshë të pamerituar misupe, ndërkohë që ngjarja nuk u zbardh kurrë plot, duke ngritur jo rrallë dhe teori konspirative. Por rëndësi ka që klima negative e krijuar politikisht pas asaj ngjarje të rëndë kriminale, ku u vra ajka e tërime shkodran, qëndron akoma mbi qytetin ton të madh të Veriut dhe jo vetëm. Sot Sali Berisha kërcënoi sërish nga Shkodra, ndërsa një kuror me lule vendosur nga bashkiaku Benet Beci, një ish demokrat, u tërori zvarr dhe u hoq me forcë nga monumenti i kushtuar dëshmorëve të 4 prillit. Por në një shenjë të hipokrizisë së politikës për këtë ngjarje, ata që kërkuan 1 minutë heshtje sot në kuvend ishin socialistët e Gramoz Ruçit, ndërsa ata që e prishin këtë minutë qetësie ishin demokratët e Sali Berishës. Një nga arsyet pse kjo spirale helmatisë se vrejri vazhdon për 35 vjetësh, është se për atë ngjarje kur nuk u vu drejtësie plot. Vërtet u dënuan disa zyrtar policie, por asnjëherë nuk u kuptua si nisi ngjarja, si u provokuan njerëzit, kush shkrepi armën dhe kush dha urdhrin. Ky kaos mungesë sqarimi dhe mungesë drejtësie shoqëron në fakt gjithë tranzicionin. Ju kujtojnë ndër të tjera Gërdesin, 20 janarin, pa hyrë më pas te vrasja e Artan Santos apo dhe te zhdukja e paqartë e Vis Martinajt. Krim politik biznes, një trekëndësh i Bermudës, ku humb çdo anije dhe prishë çdo busull që kërkon të na nxjerrë nga rruga e errët ku bredhim prej 35 vjetësh. Për këtë do të flasim sonte. Por gjithashtu në program, Shqipëria përfshihet nga ankthi pas një paralajmërimi amerikan se Irani mund të organizojë goditje sporadike terroriste në vend, përfshirë, por jo vetëm, elementët opozitar mujahidin në Manës. Dronë sigurie dhe forca antiterrori kanë shtuar masat në vend dhe sidomos në seli diplomatike, ndërsa debati në kuvend ka regjistruar sërish skena të shpifura hipokrizie. Opozita e Sali Berishës, e cila bojkotoi votimin e rezolutës kundër Iranit, befas është shfaqur agresimin ndaj ajatollave, ndërsa qeveria si gjithmonë është përpjekur të ulë dozat artificiale të panikut. Presidenti Begaj, si gjithmonë një target i lehtë i opozitës, ka reaguar i kompleksuar ndaj thirrjeve për të mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Por kaosi sigurisht nuk fillon dhe as mbaron në Tiranë, por një konflikt i nisur në mënyrë të paqartë dhe që tashmë ka të paqartë edhe fundin. Në orët e para të mëngjesit sotëm, presidenti Trump e la të hapur tërheqjen amerikane nga ky konflikt në 2 javët e ardhshme. Por a do sjellë kjo fundin e kësaj lufte? Apo ajo do të mbetet e hapur dhe mes saj, më shumë pas se sa me lidhje, mund mbetet edhe vëndyen? Edhe për këto të flasim sonte. Sigla. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sigurisht në pjesë do të prekim temën e alarmit të vënë nga Shtetet e Bashkuara një ditë më parë, një alarm që sot është përforcuar në fakt vetëm me orët e vona të pasdites, pasi duket se Irani ka lëshuar një notë paralajmërimi ndaj Bullgarisë për shkak të përdorimit të aeroporteve të hapësirës së saj ajrore nga avion amerikan dhe ushtri amerikane për sulmet në Iran. Pra tema sigurisht mbetet e rëndësishme për të diskutuar. Po fillimisht do flasim për 2 prillin me të ftuarit e mi, drejtuesi i lartë i policisë shtetit, ish ministri i brendshëm për një periudhë shumë shkurtër, zoti Bajrami Zeria, mbrëma komandant, faleminderit që më mësonte. Roland Beko, mbrëma Roland. Mbrëma. Avokat Idayet Beqiri, mbrëma avokat. Mbrëma. Dhe Skënder Menxhozi, mbrëma Skënder. Po për të futur pak në temë, ndjekim se çfarë ndodhi